Cila është përgjigja? Përgjigja është shumë e thjeshtë. Në qoftë se personi vjen për skaner, duhet pajiset në kartelën e tij me kërkesën e mjekut nga spitali që referohet. Asnjëherë personit nuk i bëhet skaner. Personit flasim gruas shtatzan në muajin e 9, Pra, përgjigja e QSUT-s, nëse vjen një person i referuar nga materniteti, një nën shtatzan, nuk i bëhet nën shtatzan skaner, nëse nuk i referohet në kartel të sjell nga spitali. Por çarsye, një minutë, por çarsye nuk i bëhet skaner. Por çarsye. Mos pa bëj mua pyetjen, këto është protokollesh, këto janë çështje protokolle. Jo, ju po fshiheni mbas protokolleve. Sepse ju thatë, nuk e reanimuam se nuk ishte për ne. Dyshuam për infarkt dhe e çuam QSUT. Dhe tani na dil ka që në orën 5 ju e futut në sallë. Që mund ta kishit futur në sallë që në orën 10:30. Mund ta kishit, por të njëjtën gjë. Nuk kishit shpëtuar, fëmijën e kishit në muajin e 9. Zonja ka ardhur në 10:30 se ti si di. Jo, një sekond, ata shpjegoj tash ti flasë unë. Atëherë se të dy gazetari janë keni thuar çështën. Po Ariza referoheni në 10:30. Ka mundësi mos mi tregoj familjarët se edhe mua më vjen shumë keq për. Ore 10:30 kujt i referohesh? Të lutem 10:30 kujt i referohesh? 10:30 orës. Kartelës. Orës 10:30 kur ka mbritur zonja. Ku e di ti? Je referohesh kartelës së spitalit. E di më mirë se sa ty, sepse thash e kam nga doktorë që kanë qenë atë. Atëherë, familjarët pretendojnë që ka qenë 9:30 mund të them nga burimet e mia dhe jo nga familjarët apo nga burimet e tua? Të flas unë dhe pastaj më kundërshto ti. Mi pra se për këtë po jemi këtu sepse ka diskordanca në orare. Ti po më kundërshton pa folur akoma. Që këtu fillon puna. Që këtu fillon. A ka vajtur në 10:30? Jo, nuk ka vajtur në 10:30, ka vajtur në orën 10. Janë kamerat e sigurisë dhe unë nuk e di pse çpret prokuroria ka 3 ditë që pret. Në 10:30 thotë doktori. Jo, në 10:30 ata pretendojnë në orën 10. Nëse janë kamerat e sigurisë, atëherë kamerat kanë treguar që zonja ka zbritur me këmbë të saj nga makina dhe në ambulancë ka hipur me këmbë të saj në ambulancën që është nisur nga dy persona. Si diagnozë është e vështirë. Tensioni ka qenë normal bashkë me hemoglobinën që i përkon një gruaje shtatzan. Personi ecë dhe vetë apo mbahesh nga krahët në gjendje të rëndë. Nuk ishte me barel. Me barel nuk ishte, se s'kishte do me thënë që ishte barelën ai. Do me thënë që nuk ishte për operacion si maternitetit. Nuk ishte për operacion, o Erion. Ore, gjëra më e parë, një nën që vjen në muajin e 9 me simptoma të rënda, shumë të rënda, unë nuk e di se si klasifikoni ju këtu, sepse... Po jo ju, edhe njerë, jo ju, unë jam gazetar. Po jo, sepse ti po flet njësoj si... Si qa? Nëse si ku me qenë mjek tani, se... Po flasë, se di më shumë se sa ty, se ti s'di t'ja asgjë. Unë s'di asgjë. Po asgjë, qa di ti? Asgjë s'po thua. Doktor, më falë. Ti po thua e mbajnë në krahë, unë po them fute me këmbë të saj, mbajtu po este me këmbë të saj. Sepse nuk doli kush ta priste me barrel. Deklarata e parë zyrtare Nuk doli mjeku ta priste me barrel. Për vdekjen e të ndjerës, ishte hemorragji e shpetës, e folur këshush. Mi po, doktor Max Qela thotë që hemorragji e shpetës nuk ekziston. Pra, sipas ka studiuar